Rritja cilësisë së mësimdhënies, fuqizimi i kërkimit shkencor, ndërkombëtarizimi si dhe vendosja e studentit në qendër të çdo politike zhvillimi. Këto janë shtyllat kryesore mbi të cilat do të përqendrohet puna për vitin e ri akademik në Universiteti Luish Gurakuqi të Shkodrës. Rektoria Blerta Dragusha thotë se puna do të vijojë me procesin e akreditimit institucional dhe të programeve të studimit. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi, një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Për vitin e ri akademik, Ministria e Arsimit ka miratuar 2 programe të reja studimi. Paralelisht, risi do të jetë ofrimi i diplomave të dyfishta dhe zgjerimi i ofertës akademike në gjuhën angleze. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e 2 programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të 2 këto programe parashikojmë të sjellin student të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara. Rektoria fton maturantët të bëhen pjesë e Universitetit të Shkodrës Luish Gurakuqi, një prej institucioneve më të vjetra të arsimit të lartë në Shqipëri.